Kur u kthye Qelës në Brav, mendova se po fillonte një kapitull i ri. Një Qelës që më kishte dhënë ai vetëm 3 ditë më parë, me një buzëqeshje të përmbajtur që më bënte të ndihesha e veçantë. Për herën kur të kesh nevojë për qetësi, më kishte thënë duke ma shtrëngur në pëllëmb. Dhe unë, si çdo grua që bie pa e kuptuar, e kisha ruajtur si një simbol të qartë. Ai më beson, ai më do. Por atë mbrëmje, kur hyra në banesën e tij për të përgatitur një darkë surprizë, nuk prisja të zbulja asgjë më shumë se një burr që kishte zgjedhur mua. Ai më tha që ishte i ndarë. Procesi është në rrugë sipër, më kishte siguruar një muaj më parë, duke ma lehtësuar ndërgjegjen që më dite prapa sternumit. Dhe unë, naive, i kisha besuar. Banesa ishte e rregullt, pothuajse higjienike. Një divan gri, disa libra mbi tavolinë, një kuzhinë që nuhaste erza të thata. Por ndërsa ecja nga dhoma e gjumit për të lënë çantën, pash diçka që më ngriu gjakun. Mbi komodinë, gjysmë e fshehur pas një libri, ishte një kornizë e vogël prej druri. Brenda asaj kornize, fytyra e një gruaje tjetër dhe një fëmijë, një vogëlush me sytë e tij. Për një qast më mungoi ai ri. Jo, nuk mund të ishte. Ai më kishte thënë se ishte ndarë, por këtu ishte një fotografi bashkëshortore, e vendosur atje si një kujtesë e përditshme. Ndoshta e kishte haruar, i thash vetes. Ndoshta ishte një foto e vjetër. Por poshtë komodis, në një enë plastike, pash edhe unazën. Unazën e martesës. E mora në dorë. Ishte e thjeshtë, prej ari të verdhë. Një simbol i tradhtisë, ose më saktë, i tradhtisë si mendaj vetes që kisha refuzuar ta shija. Dora më dridhej. E vendosa unazën atje ku e kisha gjetur, si të mos kisha parë gjë. Pastaj, me një heshtje që më vinte për dore, fillova të kërkoja më tej. Në dolapin e dhomës së gjumit, mes rrobave të tij, vareshin edhe disa fustane grash. Jo të gjitha të njëjtën madhësi, jo të gjitha të së njëjtës grua. Disa ishin të vjetra, të konsumuara, të tjera dukeshin të reja. Në një cep, një valishje e vogël me një emër që nuk e njihte ai që më kishte thënë zemër atë mëngjes. E po, mendova, dhe një ftohtësi e çuditshme më përshkoi shpinën. Kjo nuk është thjesht një histori e një martese të fshehur. Kjo është diçka më e errët. Kur ai hyri, nuk më pa menjëherë. Më pa kur isha ulur në divan, me qelësat në tavan, me fytyrën time të palvishme. Pasi mbyli derën, ndriçoi dritat dhe më pa. Për një sekond, fytyra e tij u bë gur. Pastaj e mblodhi veten dhe më tha, me atë zërin e tij të ëmbël që më kishte mashtruar ka gjatë. Çfarë bën këtu? Nuk e dija që do të vije. Dola herët nga puna, ja ktheva. Doja të befasonim. E përdor atë befasonim për ta vënë në provë. E pash se si trupi i tij u ngurtësua. Pastaj, vështrimi i tij rrëshqiti drejt komodis, te unaza, dhe e kuptoi se unë dija. Mund ta shpjegoj, filloi. Apo, e ndërpreta. Ajo grumbul librash në tryezë përfshiu disa fatura. Njëra prej tyre ishte në emër të gruas së tij. Një grua që ai më kishte thënë se ishte larguar 6 muaj më parë. Por fatura ishte e datës së kaluar. Ata ende jetonin bashk. Ose më saktë, ai ende jetonte me të, dhe unë isha thjesht një nga ato fustanet në dolap. Një nga ato gra që vinë e shkojnë. Ajo është vetëm në letër, tha ai duke u afruar. Procesi po zvaritet për fëmijën. Dhe fustanet? E pyeta. Unazën? Fotografin në komodin? Për herë të parë, ai nuk gjeti fjalë. U ul përballë meje dhe mori duart e mia, por unë i tërhoqa. Brenda meje, diçka kishte vdekur në ato pak minuta. Jo dashuria, sepse ajo nuk vdes ka shpejt, por besimi. Dhe pa besim,
Unë isha thjesht një tjetër shtesë në listën e tij. Gruaja ime di për ty, sa më në fund. Ajo i di të gjitha. Ne kemi një marrëveshje. Një marrëveshje? E përsërita, sikur fjala të ishte një gjuhë e panjohur. Ti më the se ishe i ndarë, ti më the se ishe vetëm. Isha vetëm në aspektin emocional, duke e dëgjuar pash për Eve banesës. Ishte e rregullt, por jo e banuar. Asnjë foto e tij fëmijë, asnjë objekt personal. Ishte një shtëpi e ndërtuar për të tjerët, për gratë si unë, që nuk bënin pyetje sepse dëshironin të besonin. Dhe unë e kisha besuar. Aq fort sa kisha injoruar çdo shenjë, thirrje që i merrte në korridor, mungesën e tij gjatë fundjavave, atë ndjenjen e vazhdueshme se isha një mister edhe për veten time. Unë ngrita në këmbë. Nuk doja të qaja para tij, sepse lotët do të ishin një tjetër lloj dhurate për egon e tij. Po shkoj, i thash. Dhe e bëra. Por jo para se ta pyesja një gjë të fundit. A ke fëmijë? Ai heshti për disa sekonda. Mjaftueshëm për mua që ta kuptoja. 2, sa më në fund me zërin e tij që dridhej pak. Por nuk i shoh shpesh, dhe në atë prag të banesës së tij, që nuk ishte kur shtëpi, unë pash të vërtetën. Ai nuk ishte thjesht një burr i martuar. Ai ishte një burr që kishte zgjedhur të jetonte në gënjeshtër. Aq gjatë sa nuk dinte më as të dallonte të vërtetën. Dhe unë, duke u futur brenda meje atë mbrëmje, kisha kuptuar se gënjeshtra më e madhe nuk ishte e tij, ishte e imja. Gënjeshtra se unë mund të isha e veçantë për dikë që nuk ishte yaft të donte asgjë tjetër përveç vetes së vet. Dola në rrugë dhe mbajta frymën derisa arrita te makina. Aty, në ndejsen e shoferit, e lash veten te qaja. Por jo për të. Qava për vajzën që isha, për gruan që mund të kisha qenë, për kohën që nuk do ta ktheja më. Më pas, fshiva lotët, ndez motorin dhe u largova. 3 javë më vonë, ja ktheva qelsat, në një zarf pas një fjalë. Ai më shkroi 15 mesazhe dhe më la 4 thirrje të papërgjigjura. Unë i lexova të gjitha, por nuk ju përgjigja asnjë. Sepse brenda meje, tani, kishte vetëm një gjë të qartë. Unë meritoja më shumë se një copëz nga jeta e dikujt tjetër. Meritoja të gjithë tryezën, jo thërimet që binin nga martesa e dikujt tjetër. Dhe atë ditë, duke ecur në rrugë pa qelsat e tij në xhep, ndjeva diçka që nuk e kisha ndjer prej kohësh. Një hapësirë bosh brenda meje, që nuk ishte më e mbushur me dyshime. Ishte e lirë. Dhe për herë të parë, e dija se çfarë të bëja me të.